ikun e dërguan për të paguar parat e barit që kishin për të korrur, i mori parat, iku shumë mirë. Pritëm për të ardhur, kaloi 1 orë, 2, e mora në telefon, nuk ma ngriti telefonin. I vajti zilja, nuk ma ngriti telefonin. Mbas 2-3 ore u bëm shumë merak. Vajti burri, vajti tek ai boti ati lart, e pyeti që i kishte vajti, i kishte çuar lekët, i kishte çuar ati lekët, i kishte dorëzuar, dhe Andres asnjë nuk e kishte parë se nga kishte marrë në cilën drejtim. Njoftuan policin, edhe policia prapsi në për punën e tyre nuk e di çka ka bërë, edhe neve në për këto kemi bredhu vetë në Fierë, në Vlorë, në çdo vend, në çdo cop. Në çdo vend kemi pyetur, asnjë kontakt nuk kemi. Djali sa vjeç është? Djali 30. Ka qenë në emigracion, ka punuar? Jo, nuk një herë ka vajtur dhe është kthyer, nuk ka punuar. Djali vuan nga ndonjë sëmundje? Jo. Është normal. Po. Juve jeni interesuar të afërmit tuaj, mos ka folur me dikë? Jo, nuk ka folur as edhe me një. Nuk ka folur as edhe me një. Prandaj unë nuk e di. Asnjë fjalë nuk kemi, asnjë të dhënë, asnjë gjurmë.